Një pastor I njohur ka thënë kështu, Rick Warren ka thënë kështu, ndalo se bleri gjëra, me lek borxh për të bërë përshtypje njerëzve që as ti vetë se ke qef. More lek borxh për blej diçka për inat vjerrës. Për blej diçka për inat të kunatit, kunatës, komshiut, të tjerëve, kolegut, ti se ke atë lek. Ti po merr borxh vetëm që ti ta habisish atë se çka ke blej ti edhe si po. Shiko, harxhon për të lënë përshtypje të tjerëve, por pastaj fle me stres ku do të gjej lekët për t'i la këto kredit, të borxhe që I mora. A di se shkaku I parë I divorceve është sherrri I parave. Është sherrri I parave. Është kur dikush në çift ose po prish shumë, ose dikush nuk po punon, ose dikush nuk e njeh buxhetin fare, nuk po bën asnjë lloj hesapi, edhe blen çati zë syu, është duket sikur është qef fillim. Por po shkatrohen familjet sepse nuk po bëjmë buxhet edhe nuk po kujdesem për këtë gjë. Pse? Sepse s'ja majti me I thon grus, o gru, ne s'kemi lek me ble ata. E pa që grus I shkëlqin syt, ç'keti se bleun. E bleun po, a ka lek të karta? Ose ana sjelltas, ore thuaj troç. Me zi lam kredin e divanave të ri. Ti do të blesh divana të ri prap me kredi për zyti? Apo çfarë do lloj gjoje? Hajde kursejmë për t'i ble divanat e ri, ose hajde kursejmë për ble makinë. Shiko, e di që duket si shkollë e vjetër, duken idet vjetra dhe në njerë thotë çpatëm që erdha sot se mos më shkojnë këto idet, por e di që është cilë është trendi dhe idet e reja? Idet e reja është prish pa hesap, prish pa llogarit, merr borxh, ble me kredi, merr borxh kushërive në Angli, merr borxh ti aty, se ku I dihet, ja harronaj. Edhe s'ti kërkon lekët. Ja I fal shteti prap. Ja bëhet kështu. Edhe me këtë, kjo është trendi, kjo është mendësia. Edhe e vërteta është, do prodhoj shumë stres. Do prodhoj shumë stres, sepse ke për t'i paguar ato borxhe. Nuk shpoton dot. Edhe është, e vërteta është shumë pak familje po kursejnë. Shumica janë minus çdo muaj, ose e mbylli muajin cek më cek. Ja si thuhet, Romakëve 13:8, mos I ki, ky duhet jetë varg përmendsh. Mos I ki as I borxh as kujt. E di çfarë borxhi ti kem dikujt? Vetëm që të kam xhan. Të du fort. Ky është borxhi vetëm që të kam. Ky është borxhi vetëm që të kemi njëri tjetër, që e dum fort njëri tjetër. Gjë tjetër asnjë lloj gjëje. Është sa më larg borxheve, Cila është e treta? Se tham 5 parime. E treta është rri me shok të mirë. Qa lidhje ka ke me lekët? Sepse e dim të vargun fjalë të urtë të 13 thot, kush rri me të urtët, bëhet I urt, shoku budallëve do bëhet më keq. Por qa lidhje ka me lekët? Po pëlqeu ky vargu po? Kujton ai gjë? Shiko, vjen një moment për shkak të shokëve që ti rri, për shkak të rrethit të shokëve. Shive çik, është bërë një studim I tillë. Vjen një moment që ti me shokët e tu shkon në të njëjtat kafe. Vjen një moment që ju edhe restorantet që frekuentoni janë gati të një llojta. Vjen një moment që edhe filmat I shikoni një lloj, sepse keni aq shumë gjatë me këtë lloj shokësh, edhe vjen një moment, edhe thuhet, edhe Barsaletat dhe shakat, boni të njëjtat shaka Barsaleta, edhe anketa thot, brenda 10 viteve, rrogat janë aty me shokët që rri. Edhe lëvizin me 10 deri 15%. Opa, kush po menon, më duhen një palë shok të ri. Po menon e jari me ndru shokët? Pse? Sepse shokët I japin formë njëri tjetrit. Rri me të urtët që të bëhesh urt. Rri me ato që dun shkollën, që ta dush edhe ti shkollën. Rri me ato që dun punën, që ta dush edhe ti punën. Rri me ata që kujdesen edhe menaxhojnë mirë lekun që të mësosh edhe ti nga ato. Po nejte me gjumashët do bëhesh gjumash, po nejte me ato që ka dalë një meme. Në 2015 çuna duke hedh çantat sipër murit shkollës, duke ik me vrap. Në 2025 di ç'ishin të bë? Ishin të hedh prapë, ishin të hedh thes çimendje. Duke vollat, duke hedh tullat.
Pse? Sepse ponejte është e pa evitueshme. Ponejte me një grup njerëzish brenda 10 viteve, ti do marrish formën e atij edhe asaj. Kështu që je i qëllimshëm, zgjidhi miqt. Zgjidhi miq sepse të ndikon në shumë gjëra, të ndikon dhe te ekonomia e familjes. Cila është e katra? Katra është, edhe kjo është më ngjaje çuditshme për kontekstin ton, kurseni. A mund të kursejmë 3 deri 6 muaj? Sepse, shiko, të kjo pikë, unë do jem si ai që shiko, do ta them ty, po se bëj për vete. Si është, bëj që të them unë, po mos bëj që bëj unë. E di sepse unë me Adën kemi zgjedhur një formë tjetër kursimi. Edhe ne japim 1%, kemi filluar të japim 1% më shumë mbi të 10-ën që në vitin e parë që ka fillu kisha, edhe kjo është viti 15 që japim 25% kishës, edhe kursimi jonë shkon të kjo pjesë. I bashkohet kësaj, pra ne nuk e kemi këtë kolonën e kursimit, edhe kjo është mënyra se kemi zgjedhur ne. Nuk është diçka që ju duhet ta bëni, apo nuk u sugjeroj. Unë e bëra sepse besova që e pash dikujt një lider që e kam qef, e pash që bën ai, edhe besova që Zoti do na bekoj edhe do kujdese për nevojat tona. E këtë përdora unë. Por nxitja ditë që do ishte parimi 10-10-80. 10% jep të 10-ën, 10% kursen e vetes, 80% është buxheti mujor. Kjo do ishte fantastike. Nëse mund të aplikohet në diçka mujore. 10% jap të 10-ën, 10% jap vetes, 80% është buxheti mujor. Fjalë të urta 20, shive ç'a thot. Fjalë të urta thot kështu. Në shtëpinë e të urtit ka një thesar të çmuar dhe vaj, po njeriu budalla i bën gjitha rroshekumlla. Ajo shpreha ka një thesar të çmuar, dikush e përkthyer ka ushqime të zgjedhura. Në shtëpinë e të mençurit, për shkak se po kursen, ka ushqime të zgjedhura dhe vaj, edhe vaj ishte shenjë pasurie. Kush kishte vaj ishte shumë i pasur në atë kohë, edhe që i bie. Ore, kur kursen, nuk stresohesh kur vjen një furtunë. Se për shumë si kohë e Covidit, mamen atëhere që bëndam i zi. Kur ti ke kursyt 3 deri 6 muaj, edhe i kënda më vete, edhe ndodh një situatë e papritur, ti nuk stresohesh. Sepse po bisedojemi i kishmjellës para ca ditësh, edhe më tha, kisha jonë mam, sepse kjo kisha mam, po nis këtë shokun tim të nis kishte në studio, edhe po bisedonim për kishën e rengi në studio, edhe tha, kisha jonë mam ka kursyer buxhetin e 1 viti. Dhe, po kisha ju, i thas, qa bon? Unë, qarë? Mu duk fantastike, po grupashke buxheti jonë, nuk ishim aq mirë. Po ishte sugjerim fantastik, imagjino, të kesh buxhetin e 1 viti, që çdo lloj ndodhi, mos kesh stres. Mund ndodh një vit një vit i vështirë, si puna Covidit, apo në një situatë, çdo lloj situate. Po e flisja me një shok tjetër dhe tha, shiko, unë nuk kursej, sepse më duket sikur nuk po i besoj Zotit. Nuk kursej, sepse më duket sikur nuk po i besoj Perëndis për të nesërmen. Por nxitja ime do ishte kjo. Kursimi nuk është mungesë besimi, por është mençuri. Ja ta shohim, fjalë të urta 6. Fjalë të urta 6 thotë kështu. Shko te Milingona o për tac. Nuk e ka për ne, Solomoni ka shkruajtur për ato njerëz që ka shkruajtur atëherë, por mund marrin parimet. Shko te Milingona o për tac dhe vëre zakonet e saj dhe bëhu i urtë. Sepse Milingona nuk ka as kryetar bashkie, as kryeministër, as pronar, as një. Por ama e gjen ushqimin e verë dhe mbledh zahiren e saj gjatë korrjes. Është veçantë. Milingona kurse në kohën e bollokut që të ketë në kohën kur s'ka. Edhe Milingona po kërkoja në çat. Sa tru ka Milingona? Milingona ka 250.000 neurone. Neurone ato shtigjet e trurit. Edhe e di qa, njeriu ka 86 miliard neurone. E të na kaloj Milingona ne? Përderisa Zoti e ka venos këtë gjë të këtë truni vogël, imagjino që më bëj me këtë trut. Sa kemi ne? Kile 400 gram. Gjithë të tru.
Nëse e ke zakon tashmë sa mirë, nëse nuk e ke zakon, imagjino sa mirë do ishte. Të fillosh të vësh më janë, e të kesh 3 deri 6 muaj, pse jo 1 vit më vete. Në njëri më thotë, shiko se duhet të jesh çik pozitiv se ti edhe pastor, se ne kemi Zotin edhe se nes na ndodhin gjëra të vështira, gjëra të këqija. Në fakt, kur thot dikush kështu i them, ti s'ke lexuar psalmet. Sepse kur lexon psalmet, çfarë thot? Psalmet thot, jeta është e padrejtë. Te psalmet thot, jeta është e vështirë. Zoti është i mirë, Zoti kujdeset, ai do kujdeset edhe kujdeset për harabelat e qiellit, kujdeset për lulet e tokës. Sigurisht që Zoti do kujdeset për ne, por le të jemi të dyja, të pastër, të çiltër, por gjithashtu edhe të mençur. Edhe të mençur. Shiko, ka burra, këtë ka me burra tash, të maçi kraun e gocave. Ka burra që jetojnë cek me cek, qindark për qindark, muj pas muj. Por e di kush e vun më shumë, nëse nuk ke lek të ndame më janë, e vun gruaja. E di pse e vun gruaja? Sepse gratë si natyrë duan siguri. Edhe nëse leku harxohet muj për muj, edhe nuk ka asnjë gjë të ndame më janë, ajo ka stres. Edhe ka stres, edhe vetë nuk e di pse ka stres, po sepse ashtu e ka formu Zoti. Ashtu e ka ende Zoti dhe do një lloj qetësie, një lloj sigurie. Kështu që imagjino sa e qetë do jetë gruaja jote, nëse e di që kemi më janë 3 muaj apo 6 muaj. E di që do thot një grua e qetë? Do thot një martesë e qetë. Kështu që ky sekret ishte pa lek. Po më thatë në i birë, mirë do ishte. E pesta. Sepse kemi thëmë, 5 sekrete, 5 parive, që thot shkrimi në lidhje me financat, edhe është jini shumë bujar. Jo jini bujar, jini shumë bujar. E di pse bëhe shumë bujar ti? Sepse nëse ti bën një buxhet, nëse ti po kursen, ti ka mos si ti është bujar. Nëse ti harxhon sa vin gjitha, ti s'ke më për vete. Jo më për tjerët. Nëse ti bën buxhet, nëse ti po kursen, ke mos si ti është bujar. Ke mundësi ti është bujar. E di pse është gjë e bukur kjo, sepse e do Perëndia. 1 Korintasve çfarë thot? 1 Korintasve thot kështu. Perëndia e do dhurusën. E di çfarë dhurusi do? Do dhurus, edhe do dhurus të gëzuar. Do dhurus të gëzuar. Kështu që buzëqesh kur jep. Gëzohu që ke mundësinë të japësh. Sepse nëse ti e biri Perëndisë edhe për shkak se ke zgjedh Krishtin, je i tillë. I perëndishëm, je dhe i bujar për t'i ngjajë Perëndisë, sepse ka të mira bujaria. Do të them ca të mira bujarisë si ndoshta dhe nuk i kishe menduar, por dhe themi ato që i dim tashmë. Fjalët e urta 1:25 sot kështu: shpirti bujar do të bekohet. Kush i jep ujë dikujt, dhe atij do t'i jepet. Çfarë thotë kjo? Futet te parimi mbi ljekorrje. Kush e bën, do ta marrë. Kush jep, do t'i kthehet. Ku ti bën për atë, dikush tjetër do bëj për ty. Do hysh tek ky lloj rrethi. Pastaj vim tek vim te Malakia 3:10 që kemi lexuar shpejt, po unë do lexoj edhe i varg tjetër. 3:10 thot, kush e di këtë përmend, se kemi thënë aq herë të dielave më, e do ta dim përmend çfarë tjetër. Sillni gjithë të 10-ën ku? Te shtëpia e Thesarit. Çfarë shtëpia e Thesarit? Dhe di çfarë është? Vendi ku adhuron. Është kisha jote. Që të ketë ushqim në shtëpinë, në rastin tonë që të paguhet qira e kishës. Edhe mbulohen shpenzimet e kësaj familje. Dhe pastaj thot Zoti, është hera e parë e vetme në Bibël. Kërkoje Biblën nga Zanafilla deri te zbulesa. Është hera e vetme që Perëndia thot të shprehen. Më vini në provë. Është hera vetme. Nuk e gjen as i vend tjetër në Bibël. Kështu thot Zoti ushtrive, nëse unë nuk do t'i hap pragjet e qiellit, se di si përkthehet kjo. Se di si interpretohet, por ka kuptimin e një bollëku, edhe nuk do të derdh mbi ju aq shumë bekime, sa s'do ke aq shumë bekime, nuk e di çfarë do të thotë. Mund të jetë para, mund të jetë shëndet, mund të jenë mundësi, mund të jetë çfarë do lloj gjëje që Zoti zgjedh për të bekuar ty. Ama ka gjëra që vinë për hir të kësaj. Edhe thot, më vini në provë dhe thot, unë do ta bekoj. Mua vargu 10 më pëlqen, sepse gati dim përmend gjithë, dua të i interpretoj
vargu 9, sepse ka shumë bekime të dhënia. Një bekim që duket i fshehur. Shive qik, vargu 9 thot kështu. Përveç kësaj, do të qërtoj shumë për ju glabërusin, me qëllim që ai të mos shkatërroj më frutin e tokës suaj, dhe vreshtin juaj, nuk do të rresht të sjell frut për ju, frut në fushë, thot Zoti i Ushtrive. Qa kupton nga kjo? Lufta frymore. Lufta frymore. Dallohet tek vargu 9. Është gjëra që nuk i shohim me sy. Edhe di si e kuptojnë këtë vargun, unë e kuptoj kështu. E shefa të qenin e shëmtut? Mos tash qenin e shëmtut. Në një që do qenë thot nuk ka qenë shëmtut. E shefa të qenin? Duket sikur kur ti jep të 10-ën, e di çfarë i bën Zoti djallit? I thot si e qenë. Ulu. Sit. E ke parasysh kur merr qeni kotëm kote do të bëj rrëmuj shpinë, edhe ti e qërton, e i thu, ulu, mos luj se të myta fare. E është e njëjta gjë. E di çfarë do thot, Zoti e qorton, i fol edhe i tërheq vëmendjen dhe e detyron çfarë? E detyron të bëj çfarë? Të mos prek. Të ruaj ty, të ruaj financat e tua, të ruaj familjen tënde. Edhe e ndalon të ligun të fus hundët të gjërat e tua. Kur ne e vendosim atë të parin edhe jemi bujar, edhe është qef ti jesh bujar. Është qef ti jesh bujar. Po e di si vjen bujaria, nëse ti ke bërë buxhet, nëse po kursen, ke që ti hapish. Është shumë qef ti jesh bujar. Është shumë qef, ka gëzim. Ji bujar të bakshishe të kafja. Edhe një shumë po më thonte, ka marrë 20.000 lek bakshish sot. Haj, ti. Unë tash, po mime se 20.000 lek e marrë. Jo, priçik. Vetëm kafe dhe ujë porositi. Imi e 800 lek bote. Edhe plus 2.000 lekshit, kishe lënë 20.000 lek tjetër. A ti o ndryshu dita. Bej, kishe lënë 1 milion lek. Aq shumë i gëzuar ishte. 20.000 lekshi i ti, i ndryshoj ditën dikujt. Edhe ky njeriu kishte mundësi, edhe është, ti ke mundësi me bujarin tënde, të ndryshosh jetën dikujt. Edhe sot se përmendi shportin e kuqe, sa herë që ti hedh të shportin e kuqe, ti ke mundësi të ndryshosh ditën dikujt. Që të konvertohen në kupon e të shpëndahet për familjarët çdo muaj. Është fantastike. Shiko, çdo gjë që kemi edhe jemi ne, nuk janë tonat. Ne kemi në administrim, nuk janë tonat për jetë. O shok, jeta jonë s'është e jona. Gruaja ime s'është e imja, kalamajt e mi s'janë të mit, lekët e mija mi janë lënë për administrim, 70 vjet, 80 vjet, nuk e di sa do jetoj, sa ditë në japi Zoti, për aq kohë, kur të ikim, ku dhe lej apartamentin tim të çmuar të fresku, dhe ta marrë me vetë, s'kam ku e qoj, s'kam për ta marrë, ku dhe lej Volvon, apo s'mosh gërvish për jatë dy vete, dhe ta marrë dhe atë, asë gjë, Zoti mi ka besu, familjen, grun, qërat, mi ka besu të administroj për disa vite. Nuk janë të mijat për gjithmonë. Do i lej edhe janë të ati, edhe Zoti let na gjej administrator të mirë, edhe është let jemi bujar, si kur Perëndia do i menaxhot ato gjëra. Sepse të ati janë gjithsesi. Let jemi bujar dhe të mençur, si kur Zoti do i administron të ato gjëra. Edhe është, ndërkohë, let jemi bujar, sepse shiko, ki mundësi për të bërë copza mirësie gjithmonë. Edhe është, sepse e di si vjen, kur ti ke buxhet, ti nuk ke borxhe, edhe po kursen. Pastaj ti mund të jesh bujar, edhe shumë qef të jesh bujar.